Një autobus me nxënës të ardhur nga Tirana ka dalë nga rruga në zonën e manastirit të Zvërnecit në Vlorë, duke shkaktuar panik te të miturit që ndodheshin brenda mjetit. Televizioni 6+1 Vlora mbriti i pari në vendin e ngjarjes, së bashku me policinë dhe shërbimin zjarfikës, ndërsa ndoqi të gjithë operacionin e shpëtimit të nxënësve brenda autobusit, të cilët për më shumë se 40 minuta mbetën të bllokuar. Ngjarja ndodhi teksa dy autobus po shkëmbeshin në rrugën e ngushtë që të çon për në manastirin e Zvërnecit, ndërsa në pamundësi për t'u shkëmbyer, njëri prej autobusëve është zbatuar dhe ka dalë nga rruga, por fatmirësisht është mbajtur nga shtyllat anësore, duke bërë që pasojat të mos ishin të mëdha. Në vendngjarje mbritën me njërë shërbimi zjarfikës, por edhe shërbimet e policisë, të cilët punuan për nxjerrjen e autobusit në rrugë dhe dokumentimin e plotë ngjarjes. Pamjet që po ndiqnin në ekran të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora sillin momente nga ndërhyrja e zjarfikësve për të hapur derën e autobusit, ndërsa fillimisht u punua për të hapur derën e parë të mjetit dhe kjo ndërhyrje nuk rezultoi efikase. Më pas, shërbimet e emergjencës nisën të hapnin derën e mesit për të bërë të mundur edhe nxjerrjen e nxënësve. Pas përfundimit me sukses të operacionit për nxjerrjen e nxënësve të bllokuar brenda autobusit, shefi i zjarfikses në Vlorë, Luan Kapaj, tha për televizionin 6+1 Vlora se nëse autobusi do të ishte batuar plotësisht, mund të kishte edhe nxënës të lënduar. Ai shtoi se falë reagimit në kohë, u bë mundur që të mos lëndoj asnjë prej fëmijëve që ndodheshin brenda autobusit. Po shërbimi i zjarfikës mori një telefonat për një autobus i cili ishte me fëmijë, udhëtonin në drejtim të Zvërnecit dhe kishte dalë nga rruga. Jeta e fëmijëve ishte në rrezik sepse autobusi pothuajse do ishte batuar komplet në anën e kundërt të rrugës. Me një shërbim i zjarfikës me mjetet dhe forca që disponon, u vu në gatishmëri duke afruar ndihmën e menjëhershme për të nxjerrë fëmijët nga autobusi. Jeta e tyre pavarësisht se ishte në rrezik u shpëtua nga shërbimi i zjarfikës duke bërë të mundur hapjen e derës së mesit të autobusit duke nxjerrë fëmijët pa u lënduar asnjë fëmijë. Sa fëmijë ishin? Besoj se duhet të jenë rreth 50 fëmijë që ishin si në piknik në këtë zonë. Pas më shumë se 40 minutash, përfundoi me sukses operacioni për shpëtimin e nxënësve të bllokuar brenda këtij autobusi. Nxënësit dolën shëndoshë mirë, edhe pse kishin vetëm trauma për shkak të kësaj ngjarje, e cila ishte pa pasoja për jetën. Përfundon pas më shumë se 30 minutash operacioni për nxjerrjen e fëmijëve nga autobusi i cili kishte dalë jashtë rruge. Janë nxënës të një shkolle të kryeqytetit, ndërsa nuk ka lëndime fatmirësisht tek fëmijët, vetëm ka problematika sa i përket traumave që ata kanë pësuar nga kjo situatë. Megjithatë, lajmi i mirë është se megjithse me një ndërhyrje të vështirë është arritur që ky operacion të realizohet me sukses. Ndërka që institucionet vendore, Bashkia e Vlorës, por edhe institucionet e tjera, duhet të shikojnë me prioritet një projekt për të bërë të mundur zgjerimin e rrugës që të çon në manastirin e Zvërnecit, për shkak se ajo është e ngushtë dhe aty nuk mund të shkëmbehen dot dy automjete, duke rritur rrezikun për aksidente. Sikundër, ishte edhe ky i kësaj të diele, por që fatmirësisht pa pasoja në jetë njerëzore.